Është diçka që të thyen për brenda dhe të mendosh se je personi më i pavlerë. Dhuna godet, bashkohu vepro, ishte tema me të cilën u përgatitën 20 ese nga nxënësit e shkollave të mesme të komunës së Gjakovës. Kjo nismë organizua nga mekanizmi koordinues kundër dhunës ndaj gruas. Mekanizmi koordinues kundër dhunës në familje ka organizuar dhe këtë fushat, i kemi mbledh eset më të mira, të rinjët, janë ardhmja jonë, ata mund të japin mesazhe të shumta, të veprojnë kundër dhunës, të ndihmojnë viktimat edhe të marrin masa ndaj keqbërësve abuzuesve. Rina Arllati, nxënëse e shkollës së mesme, mendon se dhuna është një emet e madhe e cila duhet luftuar. Eseja shkruan për shkaqet pse praktikohet dhuna në familje dhe pse duhet të ndalohet ajo. Shkruan disa dhimbjet më të mëdha të viktimave të dhunës, që janë edhe personat më delikat të shoqërisë dhe duhet të kenë ndihmën më të parë në këto raste, domethënë që janë tepër të këqija. Nga mekanizmi koordinues kundër dhunës ndaj gruas, u ndan çmime me shuma simbolike për vendin e parë, të dytë dhe të tretë, ndërsa të tjerët u shpërblyen me libra.